Besimtari sprovohet me sprova të ndryshme. Sprovat nuk janë vetëm të këqija, ka edhe sprova të mira. Do më thonë gjëra të këndshme për shpirtin. Besimtari sprovohet me të keqen, do më thonë me gjëra të urryera për shpirtin, po edhe me të mirën, do më thonë me gjëra të këndshme për shpirtin. Të dyjat këto janë sprova. Dhe rrugtimi i besimtarit në këtë botë, në këto sprova, nuk është një ditë e dy. Nuk është sezonal. Po është rrugtim jetësor. është rrugtim jetësor. Do me thonë gjatë tërë jetës së vetë. Ajo është në sprovë. Prej në fillim, prej kur hynë në moshën madhore, se më herët nuk ka përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala, prej kur hynë moshën madhore deri në çastin e vdekjes. Krejt kjo periudhë është sprovë. Andaj, ku dëshirojmë që të dalim me këtë parathënje, dëshirojmë që të arrijmë tek tema jone që është qëndresa në të vërtetën. Do me thonë besimtari ka nevojë që të jetë i qëndrueshëm ndaj stuhive që vinë nga e djathta dhe nga e majta, që të jetë stabil, që të ecë në rrugën e drejtë, es-sirat al-mustaqim që e ka quajtur Allahu subhanahu wa taala, të ecë në formë stabile dhe në formë të vazhdueshme. Krejt kjo pra quhet qëndresë apo qëndrueshmëri apo përqendrim në fenë e Allahut subhanahu wa taala.